Data 6 shkurt. Zanafilla, kapitulli 39. Ndërkaq, Jozefi u qua në Egjipt. Dhe Potifari, oficeri i faraonit, dhe kapiteni i rojave, një egjiptas, e bleu nga ishmaelitët që e kishin sjell atje. Zoti ishte me Jozefin dhe ky kishte mbarësi dhe banonte në shtëpinë e zotërisë së tij egjiptasit. Dhe zotëria e tij e pa që Zoti ishte me të dhe që Zoti e sillte mbar në duart e tij gjithçka bënte. Kështu Jozefi fitoi hir në sytë e atij dhe hyri në shërbimin personal të Potifarit, që e emëroi krye administrator të shtëpisë së tij dhe i la në dorë gjithçka zotëronte. Nga çasti që e bëri krye administrator të shtëpisë së tij dhe për gjithçka që zotëronte, Zoti e bekoi shtëpinë e egjiptasit për shkak të Jozefit, dhe bekimi i Zotit përfshiu gjithçka ai kishte në shtëpi dhe në fush. Kështu Potifari la gjithçka kishte në dorë të Jozefit dhe nuk shqetësohej më për asgjë përveç ushqimit të vet. Dhe Jozefi ishte i bukur nga forma dhe kishte një pamje tërheqëse. Pas gjithë këtyre gjërave, gruaja e zotërisë së tij ja vuri syt Jozefit dhe i tha: "Bjer dhe fli me mua." Por ai e refuzoi dhe i tha gruas së zotërisë së tij: "Ja, zotëria im nuk shqetësohet për ato që ka lënë në shtëpi me mua dhe ka lënë në duart e mia gjithçka zotëron. Nuk ka asnjë më të madh se unë në këtë shtëpi. Ai nuk më ka ndaluar asgjë veç teje, sepse je gruaja e tij. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të kryej një mëkat kundër Perëndisë?" Edhe pse ajo i fliste Jozefit për këtë gjë çdo ditë, ai nuk pranoi të binte në shtrat me të dhe t'i jepej asaj. Një ditë ndodhi që ai hyri në shtëpi për të bërë punën e tij dhe nuk ndodhej në shtëpi asnjë prej shërbëtorëve. Atëherë ajo e kapi nga rrobat dhe i tha: "Eja të shtrihesh me mua." Por ai ja la në dorë rrobën e tij, iku dhe vrapoi jashtë. Kur ajo pa që ai ja kishte lënë në dorë rrobën e tij dhe kishte ikur jashtë, thirri shërbëtorët e vet dhe u tha: "Shikoni, ai na solli në shtëpi një hebre për të tallur me ne. Ai erdhi tek unë për të rënë me mua, por unë bërtita me të madhe." Me të dëgjuar që unë ngrita zërin dhe fillova të bërtas, ai la rrobën e tij pranë meje, iku dhe vrapoi jashtë. Kështu ajo mbajti pranë saj rrobën e tij, derisa u kthye në shtëpi zotëria e saj. Atëherë ajo i foli në këtë mënyrë: "Ai shërbëtor hebre që ti na solle, erdhi tek unë për të më vënë në lojë, por sa ngrita zërin dhe bërtita, ai la rrobën pranë meje dhe iku jashtë." Kështu kur zotëria e saj dëgjoi fjalët e gruas së vet që i fliste në këtë mënyrë duke thënë: "Shërbëtori yt më ka bërë këtë gjë", u inatos. Atëherë zotëria e Jozefit e mori dhe e futi në burg, në vendin ku ishin mbyllur të burgosurit e mbretit. Kështu ai mbeti në atë burg. Por Zoti ishte me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut. Kështu drejtori i burgut i besoi Jozefit tërë të burgosurit që ndodheshin në burg, dhe ai ishte përgjegjës për të gjitha gjërat që bëheshin aty brenda. Drejtori i burgut nuk kontrollonte më asnjë nga ato që ishin besuar Jozefit, sepse Zoti ishte me të dhe Zoti e bënte të mbar gjithçka që ai bënte. Marku, kapitulli 9. Dhe u tha atyre: "Në të vërtetë ju them se midis jush që jeni këtu, ka disa që nuk do ta shijojnë vdekjen derisa të shohin të vijë me fuqi mbretëria e Perëndisë." Dhe pas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin dhe i çoi në vetmi, vetëm ata mbi një mal të lartë dhe u shndërrua përpara tyre. Dhe rrobat e tij u bën të shndritshme dhe shumë të bardha, si bora, të tilla që asnjë rrobalarës mbi tokë nuk mund t'i zbardhojë. Dhe atyre ju shfaqën Elia me Mojsiun që po bisedonin me Jezusin. Atëherë Pietri e mori fjalën dhe i tha Jezusit: "Mësues, për ne është mirë të jemi këtu. Bëjmë pra 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian." Në fakt ai nuk e dinte çfarë thoshte, sepse ata ishin të trembur. Pastaj u bë një re dhe i mbuloi me hijen e vet, dhe nga reja doli një zë që tha: "Ky është biri im i dashur, dëgjojeni." Dhe menjëherë ata hodhën syt rreth e qark, por nuk pan më asnjëri, përveç se Jezusi filli vetëm me ta. Por kur po zbrisnin nga mali, Jezusi i urdhëroi të mos i tregojnë askujt çfarë kishin parë, derisa biri i njeriu të ringjallej prej vdekurish. Ata e mbajtën porosin dhe diskutonin mes tyre se çdo të thoshte të ringjallesh prej së vdekurish. Pastaj e pyetën duke thënë: "Përse skribët thonë se më parë duhet të vijë Elia?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Elia me të vërtetë duhet të vijë më parë dhe të rivendos çdo gjë, por ashtu siç është shkruar për birin e njeriut, ai duhet të vuajë shumë gjëra dhe të përçmohet. Por unë po ju them se Elia erdhi dhe me të bën çdeshën ashtu siç është shkruar për të."
Mbasi erdhi te dishepujt, pa një turmë të madhe rreth tyre dhe disa skribë që po debatonin me ta. Dhe menjëherë e gjithë turma, kur e pa u habit dhe erdhi me vrap për ta përshëndetur. Atëherë ai pyeti skribët, për çfarë po debatoni me ta? Dhe dikush nga turma, duke u përgjigjur, tha: Mësues, të prura djalin tim që ka një frym me mece dhe e kap kudo, e përplas dhe ai shkumëzon, kërcëllon dhëmbët dhe i ngrin gjymtyrët. Dhe u thash dishepujve të tu që ta dëbojnë, por ata se bën dot. Dhe ai duke ju përgjigjur i tha: O brez që zbeson, deri kur do të jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Ma sillni. Dhe ata ja prun, por sa po e pa, fryma e përplasi me forcë dhe fëmia që kishte rënë për tokë rrokullisej duke shkumëzuar. Dhe Jezusi e pyeti të atin: Sa kohë ka që i ndodh kjo? Dhe ai tha: Që nga fëmijëria, dhe shpesh e ka hedhur edhe në zjarr dhe në ujë për ta shkatëruar, por nëse mund të bësh diçka, ki dhe mshuri për ne dhe na ndihmo. Dhe Jezusi i tha: Nëse ti mund të besosh, çdo gjë është e mundshme për ata që beson. Menjëherë babai i fëmijës duke bërtitur me lot tha: Unë besoj o Zot, ndihmo mosbesimin tim. Atëherë Jezusi duke parë se po vinte turma duke rendur, e qortoi frymën në ndyrë duke thënë: O frymë me mece dhe e shurdhët, unë po të urdhëroj, dil prej tij dhe mos hyr më kurrë tek ai. Dhe demoni duke bërtitur dhe duke e përpëlitur fort, doli prej tij. Dhe fëmia mbeti si i vdekur, saqë shumë njerëz thoshin: Vdiq. Por Jezusi e zuri për dore, e ngriti dhe ai u qua në këmbë. Dhe kur Jezusi hyri në shtëpi, dishepujt e vet e pyetën veçmas: Përse ne nuk mundëm ta dëbojmë? Dhe ai u tha atyre: Ky lloj nuk mund të dëbohet ndryshe, përveç se me lutje dhe agjërim. Dhe u nisën prej andej, kaluan nëpër Galile, dhe ai nuk donte që ta merrte vesh njeri, sepse ai mësonte dishepujt e vet dhe u thoshte atyre: Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve dhe do ta vrasin, dhe si të vritet, ai do të ringjallet ditën e tretë. Por ata nuk i kuptonin këtë fjalë dhe kishin frikë ta pyesnin. Dhe erdhi në Kapernaum dhe kur hyri në shtëpi i pyeti: Çfarë diskutoni të rrugës ndërmjet jush? Dhe ata heshtën, sepse rrugës kishin diskutuar se cili ndër ta ishte më i madhi. Atëherë ai ul, i thirrri të 12 dhe u tha atyre: Nëse dikush do që të jetë i pari, le të bëhet i fundit të gjithëve dhe shërbëtori të gjithëve. Dhe mori një fëmijë të vogël dhe e vuri në mes tyre. Pastaj e mori në krah dhe u tha atyre: Cili do që pranon një nga këta fëmijë në emrin tim, më pranon mua. Dhe kushdo që më pranon mua nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar. Atëherë gjoni u përgjigj dhe i tha: Mësues, ne pam një njeri që nuk na ndjek, që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ja ndaluam sepse ai nuk na ndjek. Por Jezusi tha: Mos ja ndaloni, sepse s'ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim dhe fill pas kësaj të flas keq për mua, sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Sepse kushdo që do t'ju jap të pini një gotë ujë në emrin tim, sepse jeni të Krishtit, në të vërtetë po ju them se ai nuk do të humbas shpërblimin e vet. Dhe kushdo që do të skandalizojë një nga këta të vegjël që besojnë në mua, do të ishte më mirë për të t'i varet në qafën e tij një gur mulliri dhe të hidhet në det. Dhe nëse dora jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh dorë cung në jetë se sa të kesh të dy duart dhe të shkosh në ferr në zjarrin e pashueshëm, atje ku krimbi tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Dhe nëse këmba jote të skandalizon për mëkat, preje, është më mirë për ty të hysh i qalë në jetë se sa të kesh dy këmbë dhe të hedhi në ferr në zjarrin e pashueshëm, atje ku krimbi tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Dhe nëse syri yt të skandalizon për mëkat, nxirre, është më mirë për ty të hysh me një sy në mbretërinë e Perëndisë se sa të kesh dy sy dhe të hedhi në ferr të zjarrit, atje ku krimbi tyre nuk vdes dhe zjarri nuk fiket. Sepse gjithkush do të kripet me zjarr dhe çdo fli duhet të kripet me krip. Kripa është e mirë, por nëse kripa bëhet e amësht, me se do t'ja jepni shijen. Kini krip në vetvete dhe jetoni në paqe njëri me tjetrin. Jobi, kapitulli 5. Bërtit pra, a ka vallë ndonjë që të përgjigjet? Kujt prej shenjtorëve do t'i drejtohesh? Zemërimi në fakt e vret të pamendin dhe zilia e vret budallan. E kam parë të pamendin të lëshoj rrënjë, por shumë shpejt e mallkova banesën e tij. Bitë e tij nuk kanë asnjë siguri, janë të shtypur te porta dhe nuk ka njeri që t'i mbrojë. I uritur i përpin të korrat e tij, ja merr dhe sikur të jenë midis gjembave dhe një lak përpin pasurinë e tij. Sepse shpirtligësia nuk del nga pluhuri dhe mundimi nuk mbin nga toka, por njeriu lind për të vuajtur, ashtu si shkëndia për të ngjitur lart.
Por unë do të kërkoja Perëndin dhe Perëndis do t'i besoja çështjen time, atij që bën gjëra të mëdha dhe që nuk mund të njihen, mrekulli të panumërta, që jep shiun tokës dhe dërgon ujë në fusha, që ngret të varfrit dhe vën në siguri lart ata që vuajnë, i bën të kota synimet e dinagëve dhe kështu duart e tyre nuk mund të realizojnë planet e tyre, i kap të urtët në dredhinë e tyre dhe kështu këshilla të pandershmeve shpejt bëhet tym. Gjatë ditës ata hasin në errësirë, bashkë në mesditë ecin me tahmin sikur të ishte natë. Por Perëndia e shpëton nevojtarin nga shpata, nga goja e të fuqishmëve dhe nga duart e tyre. Kështu ka shpresë për të mirin, por padrejtësia ja mbyll gojën atij. Ja, lum njeriu që Perëndia dënon, prandaj ti mos e përbuz ndëshkimin e të plot fuqishmit, sepse ai e bën plagën dhe pastaj e fashon. Plagos, por duart e tij shërojnë. Nga 6 fatkeqësi ai do të të çlirojë, por në të 7-ën e keqja nuk do të të prek. Në kohë zije do të shpengojë nga vdekja, në kohë lufte nga forca e shpatës. Do t'i shpëtosh fshikullit të gjuhës, nuk do të trembesh kur të vijë shkatrimi. Do të qeshesh me shkatrimin dhe me zinë dhe nuk do të kesh frikë nga bishat e dheut, sepse do të kesh një beslidhje me gurët e dheut dhe kafshët e fushave do të jenë në paqe me ty. Do të dish që çadra jote është e siguruar, do të vizitosh kullotat e tua dhe do të shikosh që nuk mungon asgjë. Do të kuptosh që pasardhësit e tu janë të shumt dhe të vegjëlit e tu si bari i fushave. Do të zbresesh në varr në moshë të shkuar, ashtu si në stinën e vet mblidhet një tokë duajsh. Ja që kemi gjetur, kështu është, dëgjoje dhe përfito. Romakëve, kapitulli 9. Unë them të vërtetën në Krishtin, nuk gënjej. Dhe ndërgjegja ime me anë të frymës së shenjtë jep dëshmi bashkë me mua. Kam një trishtim të madh dhe një dhëmje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha vetë i mallkuar, i ndar nga Krishti për vëllezërit e mi, për farefisin tim sipas mishit, të cilët janë izraelit dhe atyre u përket birëria dhe lavdia dhe beslidhjet dhe shpallja e ligjit dhe shërbesa e Perëndis dhe premtimet. Të tyret janë edhe etrit, për të cilëve rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Por kjo nuk do të thotë se fjala e Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael. As sepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithë bi, por në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë nuk janë bijtë e Perëndisë ata që lindin prej mishi, por bijtë e premtimit llogariten si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në këtë kohë unë do të vi dhe Sara do të ketë birë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzan nga një burr, Isaku, ati ynë, sepse para se t'i lindin fëmijët dhe para se të bënin ndonjë të mirë atë keqe që të mbete i patundur qëllimi i Perëndisë për të zgjedhur jo sipas veprave, po prej atij që thërret, ju tha asaj: "Më i madhi do t'i shërbej më të voglit." Siç është shkruar: "Jakobin e desha, por Ezaun e urreva." Çfarë të themi pra? Mos ka padrejtësi te Perëndia? Kurrë mos qoftë. Sepse ai thot Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dhe mshuri për atë që do të kem dhe mshuri." Kështu pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Sepse shkrimi i thot Faraonit: "Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbar dheun." Kështu pra, ai ka mëshirë për atë që do dhe e ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra, pse ende më qorton? Kush në fakt mund t'i rezistoj vullnetit të tij? Po kush je ti o njeri që i kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot ena mjeshtrit përse më bëre kështu? A nuk ka vallë pushtet poçari mbi argjilën për të bërë nga apo ai brum një enë për nderim dhe një tjetër për çnderim? Dhe çfarë të thuash nëse Perëndia duke dashur të tregojë zemërimin e tij dhe të bëjë të njohur autoritetin e tij, duroi me shumë zemërgjerësi enët e zemërimit që qenë bërë për prishje, dhe që të bëjë të njohur pasurinë e lavdisë së tij ndaj enëve të mëshirës, të cilat i përgatiti për lavdi mbi ne, që edhe na thirri jo vetëm nga judejt, por edhe nga kombet? Ashtu si thotë edhe në Osean: "Unë do të quaj popullin tim atë që s'ka qenë populli im, dhe të dashur të mos dashurën." Dhe do të ndodhë që atje ku është thënë atyre: "Ju nuk jeni populli im", atje do të quhen bijtë të Perëndisë i gjallë. Por Isaia bërtet për Izraelin: "Edhe sikur të ishte numri i bijve të Izraelit si rëra e detit, vetëm mbetja e tij do të shpëtohet. Sepse do të mbaroj e do të shkurtoj llogarinë me drejtësinë,
sepse Zoti do të bëjë llogari të shkurtuar mbi dheun. Dhe ashtu si profetizoi Isaia, në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë pasardhës, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të kishim ngjarë Gomorës. Çfarë të themi pra? Se kombet që nuk e ndoqën drejtësinë e arritën drejtësinë, bile atë drejtësi që vjen nga besimi, ndërsa Izraeli që ndoqi ligjin e drejtësisë nuk arriti në ligjin e drejtësisë. Përse? Sepse e kërkoi jo prej besimit, por si të ishte me anë të veprave të ligjit, sepse u penguan në gurin e pengesës, ashtu siç është shkruar. Ja, unë po vë në Sion një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që i beson atij nuk do të turpërohet.